mjaltin dhe ky e heq mjaltin. Nga ana tjetër Republik nuk do ta lejojnë të bëhet Republik prokurorësh, ato i skenimet me komisionet posaçme etj. Dhe më e keqja është pengesat që bëhen në punën konkrete, ata janë rreth 20 prokurorë edhe me gjithë BKH-n e tjerë dhe 150 punonjës të tjerë, shumë pak për gjithë atë volum dhe rrezikshmëri dhe sofistikim dosjesh që kanë. Dhe kur vjen puna, vetëm një javë përpara, që u rishikua buxheti që duket kaloi fare se këta merret vesh dhe kur kalojnë buxhetet vjetore, i hoqi Spakut 4.5 milion dollar dhe askush nuk e ngriti si qesim në parlament, që është punë pikërisht e parlamentit. Kështu që nuk është çudi, kurse faza që ka patur, që deklarohet për herë të parë që ka patur plane konkrete për atentate, është ere, sepse para kësaj faze ne kemi qenë në dieni dhe ideja thënë nuk është se janë thënë që kërcënime është një kërcënim, janë disa kërcënime që kanë ardhur nga Dubai, nga ana tjetër ka patur plan dhe kërcënime për vajzën e një prokurori që më duket se studion jashtë vendit, nuk po të vendit. Dhe nga ana tjetër, domethënë janë gjëra që patjetër që i din ata më mirë, por me mënyrën se si Dumani ka trajtuar rolin e kreut të Spakut gjatë këtyre 3 viteve, shumë diskret dhe shumë jashtu, do të duket që kur deklaron nga këtë lloj gjërash, domethënë besoj se jo vetëm që është e vërtet, por Mirë, ka një gjë, Poli, sepse ne kuptojmë faktin e kërcënimit të krimit organizuar, kjo është një çështje shumë specifike që natyrisht do të merren institucionet ligjzbatuese me to, policia, prokuroria etj. Kishte një moment që thoshte për bullizim, për kanosje, për që vinin nga studiot mediatike, nga gazetar, nga analist, nga politikan. Tani nëse Spaku nuk e mbron dot veten, si do të na mbrojnë ne nga këto kanosje, bullizime të tjera që mund të vinë nga çdo studio? Se edhe kjo është pak një çështje, se nëse toleron, edhe toleranca më pas kthehet në mjet që mund të përdoret edhe ndaj atyre që janë më pak të fuqishëm apo të pushtetshëm se prokurorët e Spakut. Dgjoj. Spaku është një institucion i pavarur, kushtetues, i cili merret me një punë, siç e ka dhe vetë emrin, të posaçme, që është krimi i organizuar dhe që ka një suksese, ka ekspozuar një nga krimet më të frikshme të ekspozuar në rang global, dhe ka bërë goditje të mirëqena, siç the edhe ti, dhe patjetër sepse kur me një hetim apo me godasësh organizata të cilët trafikojnë me 10 tonelata kokaina, kur flitet për qindra milion euro, për euro të cilat do fshiheshin në përullinj, sa aq shumë ishin, s'kishin ku t'i çonin, etj. Çështja është patjetër që do ketë kundërveprim. Dhe patjetër dhe nga politika e korruptuar do ketë kundërveprim. Ti the tani pse s'bron Spaku vetëm. Spaku nuk ka si ta mbrojë vetëm, nuk është Spaku nëpër studio. Spaku duhet ta mbrojë dhe ta kritikojë kur punon mirë. Ne, Esmeralda, ne njerëzit e medias, po çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që është krijuar hapur një front. Po kanosja është vepër penale, më Poli, nuk është liri fjala, apo jo? Nuk ka kanosur ndonjë gazetar Spaku, se kanosja Kanosje thoshte Dumanin, bullizim, kanosje. E tha kanosin kur i rreshtoi gjithë argumentet, gjithë politik me, okay. Politik, media, po. Kanosja, tani nuk ka fuqi një gazetar të kanos, po gazetari ka një fuqi akoma më të madhe dhe më të rrezikshme. Gazetari përpunon në opinion, gazetari ngre në gjysmë fakte ose ngre një retorik. Shiko çfarë ka ndodhur këtu. Këtu ka ndodhur që sulmohet Spaku vetëm për hir të 4-5 emrave, Esmeralda. Do të thënë është ngritur një front mediatik i frikshëm, do të thosha unë, i cili madje do të thënë ky fronti është aq i zhurshëm dhe kështu sa që sulmon dhe gazetarët që punojnë te obori Spaku, që kanë punën që i dërgoni ju si redaksi. Edhe i quajnë ata të Dumanit, ata të Spakut, pse erin atje dhe nxjerrin në një live, por edhe që
që shpesh thonë të vërtetën dhe të flasin në mënyrë neutrale për SPAK-un. Por jo analizë politikë të cilët ushqen, janë ushqen domethënë nga kjo lloj klase politike, nuk ju pëlqejnë as kolegët që thonë ndonjë fjalë të mirë për SPAK-un. Jo më SPAK-u jo. Dhe çfarë ndodh? Ndodh domethënë që është krijuar një front i cili juve po të them ju se të kam ty këtu, do të thënë në kuptimin e televizionet, çfarë nuk ftohet në për studio, çfarë nuk ftohen, çfarë nuk shikojmë, do të thënë me të drejtë, sepse do bëhen emisionet e tjera. Ne shikojmë gjithë të kapurit e vettingut, ish prokuror, ish gjyqtar, e tjerë të cilët janë kthyer në avokat, për shembull, dhe të cilët shtohen në për studio dhe është shumë mirë që shtohen, se janë profesionistë, shumë prej tyre kam respekt, por të flasin si profesionist, jo të sulmojnë SPAK-un. Këtu ka një SPAK-u në gjitha këto emisione, me që jemi tek pjesa jonë, në gjitha këto emisione që bën, nuk ka përfaqësues. Esperanza, duhet të na ketë, jo ne, në kuptimin ne përfaqësues të medias, po duhet të ketë përfaqësues gazetarin profesionist që thotë vërtet, më thotë, dosja është kjo, më vëlla. Ti fillon dhe i thua, dosja për Erion Velin është kjo, dosja për Belinda Ballukun është kjo, në kuptimin. I thua, e ke përësër që tira, ai të lëshohet, thotë, pse e fut Belindën, thotë ai, Gjondi, pse e fut Belindën atë Erion Velin, ai thotë për këto që ka deri tani, dhe pse nuk ka shu, është i kapur, se kështu e urdhërorama, e tjerë. Dhe, e gjithë kjo lloj klime, gjithë ky sulm është pakundër përgjigjet de facto. Jo, e kuptoj, vetëm një gjë, Poli, sepse më përmendej një pikë se ata që i kanë nxjerrë vettingu jashtë. Tani, ka një ligj që nëse ti zotëri nuk justifikon dot pasurinë, pra do të thotë që e ke pasuri të paligjshme. Nëse ti ke pasur kontakte të papërshtatshme, pra që do të thotë se ti ke bashkëpunuar me element kriminal, ti minimumi do t'ishe në burg, jo në studio televizive, apo jo, kështu që përdesa nuk vepron me të njëjtin standard drejtësia që t'i thot ati prokurorit, gjykatësit, avokatit, kush ka qenë, t'i thot, zotëri, ku i ke marrë këto lek, zotëri, pse ke me çfarë lidhet pa përshtatshme, se edhe kështu kjo historia që e nxori vettingu jashtë, ca thonë që i nxori me të drejtë, ca pa të drejtë, prandaj fillon një hetim pasuror i këtij njeriu si e bëri pasurinë, pse kishte kontakte me X-in e me Y-in, si që ndodhë përgjithsisht, apo jo? Prandaj po them që edhe vetë drejtësia e ka këtë faj, këtë problem. Jo, drejtësia e ka shumë, drejtësia jonë, e reja, ka shumë vrima. Ky është debati, çfarë duhet të rregullojmë, duke përfshirë dhe brenda punës së SPAK-ut, sepse dhe SPAK-u është i ngarkuar, domethënë me vepra, domethënë gjoja për zyrtarët e lartë, për 50 milion leksha që tani nuk janë gjë fare, ndërkohë që janë këtu bëhet fjalë për afera të mëdha që dhe duhet ngarkuar më shumë prokuroria e tjetra, prokuroria e thjeshtë. Tani gjithë çështja është, po, ka shumë gjëra për të rregulluar. Madje ka patur një debat dhe unë i qëndroj dhe sot e kësaj dite që ata të cilët dolën me motivacione, si shteti se pak a shumë këto kanë qenë, flamujt e kuq apo mos justifikimi pasurisë dhe kontaktet e përshtatshme, se hajde performanca, nuk futet tek performanca e dobët, por nuk para ka patur shkarkime nga vettingu për performanca, por më shumë ka qenë u përqendruan tek pasuria. 90% e të ikurve janë që nuk justifikojnë dot pasurinë. Ka raste që kanë ndjekur SPAK-u për të çështje, për gjykatat, ish kryetarin e gjykatës kushtetuese të lartë e tjerë Terguxim Zenelin. Gjithë çështja është që ata janë aq shumë dhe me këtë dhe po është shumë e drejtë që thua ti, dhe me këtë duhet të merret prokuroria. Por nuk jam unë për këtë. Unë nuk jam as që të mos dalin në studio, Esperanza. Nuk jam as të mos dalin në studio, por nuk kanë përballë, domethënë, gjëja e parë kur del një person i cili është në dy konflikte interesi. Konflikti i parë është që është shkarkuar nga vettingu për një apo për tjetrën, dhe konflikti i dytë është që avokat që shkon ti dhe